Nuk e di a vepreni për ambientit, për ja kom nisë me zyre daily, dhe sot e kena unboxing të parë në zyre. Nuk e di po ashtu hajni të i një edhe do zëgj, o të ardhë pranvera, edhe kena stane për pranver. Ka marrë këpucat e reja, kemi shoes. Ka marrë do papuqe, do patika, do këpuca. Qash ja u kalzoj se cilën, edhe ju kalzoj që shi kisha kombinu mone. Qtojnë papuqet e para që i kom marrë, kafta dhe me shtikull ma të olt. Ja ka nisë me më përqy shumë që se që mund është mi vesh edhe në për të shmëri. Për shambull me naj fustana ashtu ma thjesht. Që sa buka? Held your gaze in candlelight. Që paket pak me madhe, në shtajo të patika. Une nuk mate shpesh patika, po kur i pash shto më pëlqim shumë, edhe ngjyra. Ashtu që mund është me i kombinu me gjithë qka, me farmerka sidomos. Ka kom nisë mu vesh këgja ma thjesht në përditshmëri, ashtu që e di që kom e i mund. Rallë ka patika që më pëlqejnë për një me, po qëto kanë shumë të bukra. Për ndryshe sot jam të testu dritën për herë të parë qëto në zyre edhe it's giving. Qëto e një parë si sandale tjera, që ashtu me shtikull ma të olt. Kur i pa shto mu doken pak ashtu Kylie vibes, e t'ja për mëlliri me drejt edhe jo. Jo në këgja statement piece, edhe mu vesh ashtu për shambull krejt thjesht, dhe mendjen e marin qëto sandale. Unë i kisha kombinu në shta në fustan në zi. Edhe për mramje, po në shta ma shumë i kisha matë ditën. Edhe të fundit për këtë video janë të preferumet e mija prej që ka po marrë këtë herë. Edhe me një unboxing tjetër të kemit i bada pas një partë që shtu diqka, po janë konë krejt rafshta pa shtikull, kur e pash që i kanë marrë edhe qëto me pak shtikull, ta është okej, tuna mi të pasin me këto. E që këtë në sa të bukra janë. Këto tepëra si klasike që nuk dalin një qysh por prej modës, edhe që mund është me i kombinu me gjithë qka. Qëto kanë krejt që ako marrë këtë herë, për springtime jam set. Qëto kanë veç disa mënyra të kombinimeve që shumë e i kisha bo, po ka edhe shumë tjera se janë ashtu shumë të përditshme. Edhe krejt mundeni me i gjetë në Kemi Shoes. Ka tepër shumë modele të reja që kanë ardhur prej koleksionit të ri, kështu që mos harroni me shku me i këqyr, se ka sanet tepër të bukura. Bye!